Ndërkohë që zona e Zdrales ju nështrua një rekonstruksioni të plot, duke nisur nga infrastruktura nëntoksore, shtrimi rrugëve dhe trotuareve e deri tek rehabilitimi i fasadeve, një problem i hershëm vjen të mbetet i pasgjidhur. Si për ironi, shtyllat elektrike dhe rrjeti i kabllove janë ende në të njëjtën gjendje si më parë, duke sjellë një kontrast të hapur me pamjen e re të kësaj zone. Shtyllat amortizuara, disa prej tyre të deformuara, si dhe rrjeti i kabllor kaotik me linja elektrike, telefonia, interneti dhe sinjale televizive, jo vetëm që krijojnë një imazh as pak dinjitoz për një zonë të rikonstruktuar, por përbëjnë edhe kërcënim për qytetarët. Nuk kanë munguar rastet kur ky rrjet kaotik është kthyer në burim zjarri sa është dashur ndërhyrja e zarfikësve. Gjendja aktuale e rrjetit në këtë zonë tregon se OSHE në Shkodër nuk i është përgjigjur ende siç duhet ndryshimeve që solli investimi për rregullimin e Zdrales. Projekti për Zdrale ne obligonte OSHE-n që paralelisht me rekonstruksionin urban të ndërhynte për sistemimin e linjave elektrike, eliminimin e kabllove të tepërta dhe pastrimin e rrjetit nga ndërhyrjet e pakontrolluara ndër vite. Një ndërhyrje e tillë jo vetëm që do të rriste sigurinë, por do të përmirësonte ndjeshëm edhe aspektin estetik të zonës.